Vllaznia 11 dhe Egnatia 0. Ky është rezultati i ndeshjes së javës së 6 të kampionatit kombëtar të superiores për femrat. Në fakt Vllaznia luan ndeshjen e 5, por kjo ishte java e 6 e kampionatit sepse Vllaznia ka një ndeshje më pak me Thanerin fitues Nikolin Leka, profesor. Shifra të thella. Po, shifra të thella, të them të drejtën, në pjesën e parë nuk ishte kënaqur me finalizimin. Ishim një njerëz, nuk e di sepse na çoguam me topin shumë. Krijuam shumë raste para portës, u ditë me shtyllën disa herë, vajzat nuk i lënë hapësina në asnjë pozicion ekipit kundërshtar. Fituam çdo top në gjysmën e fushës tonë, gjysmën e fushës kundërshtare, por finalizimi ishte jo i duhuri, dhe u mbyll vetëm me 1-0. Dhe në pjesën e dytë rregulluam diçka, u bën 3 zëvendësime, u rrit loja vajzave, sidomos në pjesën e finalizimit, sepse se shtash edhe në pjesën e parë çarkullimi ishte shumë i dendur i ekipit ton, por edhe si rezultat i asaj qartësie para portës kundërshtare, ardhen edhe golet tjera. Me çfarë pash profesor, edhe fillimi i pjesës së dytë kishte një farë ngjyrshi, por konstatuam se ndërhyrja juaj tek skuadra e karikuat dhe pse jo kërkesa e llogarisë bëri ndryshimin. E ritmi të takimit. Shiko, ndërhyrja. Ishte ndërhyrja e gjithë stafit, nuk ishte vetëm e jam, se nuk jam vetëm vetë aty. Ishin 3 zëvendësime që i rritin lojën e ekipit në pjesën e finalizim. Vajzat u qartësuan më tepër, ishin më të qarta para portës kundërshtare, dhe siç thash më përpara, erdhi edhe golat shumë që u bënë. Na, të them të drejtën, nuk është problemi për me bë gola, sepse jena në kampionat dhe kampionat ka rëndësi 3 pikësh, por vajzat duhet çlirohen, duhet jenë sa më të lirshme që në finalizim që të jena të gatshme për ndeshjet tjera që mund të jenë më të forta, që të jena sa më të saktë para portës. Dhe kjo është ajo puna, ajo ideja jonë që bëjmë me ekipin. Profesor, 5 ndeshje, 5 fitore, golavërazh fantastik, 52 gola të shënuara, 1 i pesuar. Deri ku pritet të shkojë kjo vllazni? Shiko, kjo vllazni në çdo kampionat ka shënu relativisht 130-140 gola në kampionat, si të ka taku në 18 ndeshje ose si 18-20 ekipe kanë kenë. Kjo vllazni është mësuar këta gola, por e rëndësishme është që na të prodhojmë lojë shumë dhe të dalim aty ku duhet me dalë, të shkojmë drejt titullit kampion, siç kena është ekipi jonë ka objektiv. Sipas kalendarit java ardhshme e përball Vllaznin me Apollonin në transferte, një rival direkt mund të themi? Po, këto janë 3 javë të fundit të kampionatit fazë parë. Vllaznia i ka me 3 ekipet rivale, me Firin, me Durrësin në Shkodër dhe me Gramshin në Gramsh. Dhe siç e thash edhe më përpara, për një të punojmë që vajzat të jenë sa më të çlirume nga ai mentaliteti keq që duhet me bë gol gjithë secila, jo, aty duhet me bë golin e ekipit, shkojmë me ide të qarta para portës, sepse kena 3 ndeshje të fundit, janë 3 ndeshje me rivalet kryesore të kampionatit, dhe të jena sa më të saktë në gjithë shka që i bëjmë në fushën e lojës. Profesor, edhe një herë urime për fitoren dhe suksese në vazhdimsi. Faleminderit për jush.